qëndrimet e Partisë Demokratike janë totalisht të papranueshme për sa më përket mua dhe Ministrisë së Mbrojtjes në raport me këtë marrëveshje. E kam thënë edhe ditën në parlament, pavarësisht se seancat janë me dyert mbyllura, siguria kombëtare nuk është çështje debati politik. Edhe unë di edhe në të kaluar në qëndrimet e Partisë Demokratike për këtë pikë kanë qenë shumë edhe të dy palëve, mund të qenë shumë bashkëpunuese. Në këtë rast, ky nuk është një sinjal i mirë, përkundrazi, mendoj që të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që kur vjen puna te siguria kombëtare nuk ka krahë politike dhe sidomos kur vjen puna tek marrëdhënia dhe marrëveshjet që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krahë politik. Fakti që kjo marrëveshje atakohet, për mendimin tim, është e papranueshme, është gabim politikisht edhe mesazhet dhe sinjalet që çojmë më shumë i gabuar. Ju a thash programi FMF nuk është vetëm çështje financimi. Është dhe çështje transferimi teknologjik, e cila do vullnet politik. Ka shtete që dëshirojnë të marrin teknologji të caktuar, të cilat po si merrtoi Kongresi në Amerikë nuk i marrin dot, edhe pse mund të kenë paratë të financojnë. Prandaj kur vjen puna tek marrëveshjet e mbrojtjes, kur vjen puna tek marrëveshjet e sigurisë, kur vjen puna tek përfitimi i pajisjeve mjeteve ushtarake, teknologjike ushtarake, nuk është vetëm çështje parash, edhe çështje vullneti politik, është çështje edhe sa i besueshëm je Selat, është çështje sa i sigurt jam unë me ty Selat që ti të kesh një teknologji që e prodhon. Marrëdhënia jonë me Shtetet e Bashkuara sot tregon që Shqipëria është një lart e besueshëm, është një lart i qëndrueshëm, është një lart i cili është krah aleancës shpirtërisht, mendërisht, politikisht, ideologjikisht, qëndrojmë të bindur në vlerat dhe parimet që ne bashkëndajmë. Razila Myslimaj nga Report Televizion. Zoti Ministër, përqendruar sërish tek marrëveshja, pasi ka shumë pak detaje publike, do donim të dinim sa është interesi i kësaj uhaje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Falenderoj për pyetjen. Kjo pyetje lidhet specifikisht me Ministrinë e Financave, po ajo që unë di të them është që për shkak të natyrës së marrëveshjes, detajet të kësaj natyre janë konfidenciale. Dhe kjo lidhet me faktin që zyra që menaxhon të tilla programe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka parakusht që të gjitha të dhënat që lidhen me miratimin e kredisë, me kushtet financiare apo me detajet specifike ushtarake mos bëhen publike. Unë e kuptoj edhe jam plotësisht dakord që në Republikën e Shqipërisë shumica gjëra gjithë bëhen transparente, bëhen publike, të gjithë dinë gjithçka, kur vjen puna te mbrojtja dhe siguria, duhet të kuptojmë që janë disa gjëra që nuk mund të jenë publike dhe lidhen me detaje që lidhen me sigurinë kombëtare, lidhen me kapacitete, lidhen me çfarë lloj mesazhin e çojmë duke bërë ditur ndoshta kapacitetin që ne kemi në Republikë. Nuk është praktik, nuk është gjë që ndodh në asnjë vend që të bëhen të ditura detaje. Kjo nuk është për mungesë transparence, kushdo që ka një interes të ligjshëm, duke plotësuar deklaratën e konfidencialitetit, duke pasur një certifikat sigurie, duke marrë përsipër mbi veten e vet, që nëse divulgon informacionin do përballet me pasojë ligjore. Pra kushdo që i plotëson të gjitha këto kushte njëkohësisht patjetër që mund ta marrë informacionin brenda asaj që është e pranueshme dhe brenda asaj që ne kemi rënë dakord edhe me palën amerikane. Marrëveshja është shumë e thjeshtë, financimi i Shtetit e Bashkuara për blerjen e pajisjeve sistemeve teknologjike apo ushtarake që lidhen me Ministrinë e Mbrojtjes, ajo pagesë shkon përmes Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Mbrojtjes tek prodhuesit e sistemeve dhe këtu mbyllet historia. Nuk ka asnjë sikël, është krejt transparente, është krejt e pastë, krejt e qartë. Detajet apo fakti që ato nuk bëhen publike lidhen me çështjet e sigurisë kombëtare dhe kjo nuk është vetëm për të kaluar rrallën, por kjo është fakti. Edhe kjo është e zakonshme dhe e kuptueshme në gjitha vendet e botës.